Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur përgatit për iftar bukë tepër çështme, buta pamuk. Krejt që kanë nevojitin për brumin janë 1 kg miell, 1 lugë të gjellës sheqer, 1 lugë të gjellës kryp, 70 ml vaj, 200 g shlagzane ose përndryshe ojk e ftoftë, 400 ml me ujë të ngrohtë, si dhe një moja të bukës katroshtu 40 g qiko, edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Tek uji ngrohtë shtojna pra mojën e bukës të freskët, shtojna vajin, shtojna 200 g shlagzane ose ojk, pra është pa shije tek ne, që kanë edhe për ëmbëlsira edhe për gatimi ushqimi kështu të njelta, sepse nuk ka shije. Për atë arsye kur përgatit njëri shlag, duhet mjashtu gjithmonë sheqer pluhur. Shtojna kripen, sheqerin edhe i përzina derisa të tretën mirë. Ka sheqeri dhe moja bukës. E kemi përzi mirë, bismillah tash jelën tek mirë. Përzina brumin mirë me mikser ose me duar, s'ka lidhje se dyat për mënyrat. Brumin e kemi përzi, tash e nalim edhe mikserin, e qesim brumin në dros kuzhinës me pak miell, e nxjerrim edhe me njerë në një jenë të thellë, mbulojna jenën me folën e lojna për 45 minuta deri 1 orë të dyfishohet brumi. Pas 45 minutave tash ja hekum edhe folën me lojna. Ne largojna tek trosa, kemi qik pak miell edhe e marrim brumin e qesim. Mashallah. Ndojna në 2 bukë, pra, 2 kulaqa, edhe e ngjeshim kështu prapë me duar të dyja. Marrim 2 letra për pjekje, qesim pak miell, edhe qesim po ashtu edhe kulaqin e parë. Tash për 15 minuta i mbulojna edhe bukët prap me një salvete pasta që të pëshojnë. Pas 15 minutave e kemi largu edhe salvetën. I marrim bismillah, tash të i ngjeshim bukët për 1 letër për pjekje. Pra për 1 letër për pjekje i qesim mbi tel të shporetit me pjek, pa të psi heq pra kështu. Mbasi kemi shtri edhe bukë, tash e marrim ujë të ngrohtë, 1 kuq të ves edhe i përzina, i lyna përmi, edhe i qesim pra fara të susomit. Furrën e kom shumë nxe në temperaturë 230 gradë. Tash i lyna pra me kuq të ves edhe me ujë të ngrohtë përmi të 2 bukët. I qesim fara të susomit edhe me njerë fusim pra në furrë në pjek, mbi tel të furrës kështu me letër për pjekje. Tash e marrim kështu, ja bojna të fija, jo shumë, jo mi prek kështu deri në fund, veç kështu që shpeshefni. E marrim një piron edhe kështu shpojna bukët. Farat e susomit, si që thash edhe me njëherë në furrë. E kum pjek edhe bukë pra në temperaturë 230 gradë për 20 minuta. Si për funi, ashtu edhe për mi janë pjek perfekt. Dalin buta pamuk që ja vlen t'i provani së cila motër. Njeve nga befshin mire, ju e pashtu nëse provani, faleminderit për krajin që ma beni, komentet e bukura e tiri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit, të thamë miru pofshim.